Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet, mëshirëplotët. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës në Kur'anin familjar, gjendet urtësia e jetës. Kurani është fjala e Allahut, drita që ndriçon rrugët e errta të zemrës, melodia qiellore që prek shpirtin e njeriu dhe e ngre atë drejt botës së dritës. Kurani nuk është një libër i thjeshtë, një libër i zakonshëm, absolutisht që jo, por është një shpallje hyjnore që lexohet me melodinë e zemrës. Kurani është fryma e udhëzimit që Allahu e ka zbritur si mëshirë për të gjithë njerëzimin, që të njohë Zotin e tyre, të kuptojnë qëllimin e jetës dhe të arrijnë shpërtimin në të dyja botët. Allahu i Madhëruar thot kështu në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Këtë libër ta kemi shpallur ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam për t'i nxjerrë njerëzit me lejen e Zotit tënd nga errësira në dritë, në rrugën e të plot fuqishmit të denjit për çdo lavd. Ajeti i parë i surës Ibrahim. Pra Kurani familjar është drita që shuan errësirën e padijes, është shpresa që ringjan zemrat e plagështa dhe urtësia që i jep kuptim çdo frymëmarrje të njeriut. Kur njeriu e dëgjon Kuranin, diçka e brendshme zgjohet në shpirtin e tij. Lotët rrjedhin pa vetdije, zemra i dridhet dhe shpirti gjen paqe të përshkrueshme. Është ndjesia që asnjë fjalë njerëzore nuk mund të zëvendësojë, sepse ai që flet përmes ajeteve të Kuranit është vetë krijuesi i gjithësisë. Allahu e përshkruan këtë ndjenjë të shpirtit në momentin që lexon Kuranin në këtë mënyrë: dhe kujt shpirtit të devotshmëve. Dhe Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, Kuranin, në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjason njëra tjetrës dhe përsëriten. Prej tij u rrënqeth lëkura atyre që i friksohen Zotit të tyre. E mandej që të sohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky është libër dhe udhëzim i Zotit. Ajeti 23 i surës Zumar. Pra Kurani i shndron njerëzit, i bën të butë pas ashpërsisë, të përulur pas krenarisë dhe të mëshirshëm pas harresës. Sepse shpesh një njeri që ka jetuar në errësirë, kur dëgjon për herë të parë një ajet, ndjen një val drite që i kalon përmes shpirtit të tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot për këtë gjë se Kurani është kryesa e Allahut në tokë ku ne jetojmë, prandaj mësoni prej saj sa të mundeni. Ai që mëson nga Kurani është dëshiron dritën, largohet nga errësira dhe kërkon udhëzimin dhe gjen atë, dhe kush kërkon paqe, gjen qetësinë që asgjë tjetër nuk mund ta jap vetëse në momentin që ti mëson nga Kurani familjar dhe jeton me fjalën e Allahut xhaleshanhu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Kurani është këshilluesi më i sinqert, udhërrëfyesi më i mirë dhe ai që flet më bukur nga të gjithë. Ai nuk shtëron asnjëherë për ata që e studiojnë dhe nuk plaket për ata që e lexojnë. Pra Kurani është fjala e përjetshme, sepse është fjala e Zotit të gjithësisë, që kurse si nuk ndryshon me kohën, as me kulturat dhe as me njerëzit. Ai flet për çdo brez, për çdo zemër dhe kërkon të njohë të vërtetën për Allahun e Madhëruar. Kurani është mrekulli gjuhësore, por mbi të gjitha është edhe mrekulli shpirtërore. Ai është shërim për plagët e brendshme, siç thotë Allahu xhaleshanhu në Kuranin Fisnik. Bismillahirrahmanirrahim. Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Ajeti 82 i surës Isra.
Kush i afrohet Kuranit me zemër të pastër, ndjen sikur një burim i freskët, po derdhet mbi shpirtin e tij të lodhur. Fjalët e tij e qetësojnë, ja mbushin shpirtin me siguri, e bëjnë të mendoj për jetën, për vdekjen dhe për qëllimin e ekzistencës. Ndërsa ai që e braktis, ndjen një boshllëk, sikur një dritë është shuar nga brendësia e tij. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot, kur zemrat e rrësohen, ndriçojini me leximin e Kuranit. Ai nuk është thjesht një libër për të lexuar me zë, por është një libër për të kuptuar me mendje dhe për të ndjerë me shpirt. Leximi i Kuranit është një bisedë midis njeriu dhe Zotit të gjithësisë. Është si një letër që Zoti ja ka dërguar njeriu që ta udhëheqë në çdo hap të jetës. Kurani kurse si nuk ndryshon, por ndryshon zemra e njeriu që e dëgjon dhe i bindet fjalës së Allahut. Ai mund të prek një zemër të ftohtë dhe ta ndezë me dritë dhe mund të kthejë një mëkatar në një pendues, një të humbur në të udhëzuar. Prandaj, ai që dëshiron të kuptojë urtësinë e jetës, le të hapë librin e Allahut dhe le ta lexojë me përulësi, sepse çdo ajet është një rrezë që ndriçon pjesën e shpirtit të njeriu dhe i jep atij qetësinë që s'ka patur më parë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, ai që lexon Kur'anin kur është i ri, Kur'ani përzihet me mishin dhe gjakun e tij dhe kur të rritet, ky person do të bëhet mbrojtësi më i fortë i Kur'anit dhe njëkohësisht Kur'ani është mbrojtësi i këtij personi. Pra të dashur vëllezër dhe motra, Kur'ani është fryma e besimit, është zëri i Allahut që flet në heshtin e shpirtit. Kush e lexon, gjen paqe në të. Kush e dëgjon, ndjen dritën e tij. Kush vepron sipas rregullave që ka ky libër, gjen shpëtimin si në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai është udhërofyesi që kursesi nuk të tradhton, dhe shëruesi që nuk të lë kursesi pa kurrë, dhe drita që nuk shuhet kurrë nga jeta jonë. Në çdo rresht të tij fshihet një fjalë që duhet ta mbaj mend, u thuhet: kthehu tek unë, pra kthehu tek Allahu, o njeri besimtar, sepse unë jam Zoti yt. Pra Allahu xhaleshanehu nëpërmjet Kuranit familjar na thret drejti, na thret drejt udhëzimit, drejt dritës dhe të lëm këtë botë që është kanimtare dhe të kapemi me botën e përjetshme. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanehu, ju përshëndet në bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.